Qeni vazhdoi të sillte gur nga pylli, pastaj pronari e kuptoi se çfarë ishin. Qeni, një fermeri, vazhdonte të sillte nga pylli gur të çuditshëm me erë metalike. Kur fermeri analizoi, kjo e ndryshoi jetën përgjithmonë. Fermeri nga Kansasi, Dale Henderson, po rregullonte shtyllat e gardit kur qeni i tij, një bari gjerman, Max, u kthye duke mbajtur një tjetër gur të errët me vija metalike. Për javë të tëra, Max ishte zhdukur në pyll dhe ishte kthyer me këta gur të rëndë që kishin erë hekuri. Dale mlodhi koleksionin në rritje nga veranda e tij, secili grumbulluar me një kore të lëmuar dhe të zezë, ndryshe nga gurët vendas. I shqetësuar, ai ngarkoi 12 mostra në kamionin e tij dhe shkoi në laboratorin e gjeologjisë së universitetit. Profesor Chen kreu analizat mbi mostrat, ndërsa Dale ishte jashtë. Përshëndetje të gjithëve. Pas se të fillojmë do doja të kujtoja se në profilin ton gjeni një link me titullin Buy Me Coffee, na qerasni me një kafe, ku në mbështetje të punëson secili mund të kontribuojë me një shumë simbolike që fillon me nga $1 dhe sipas dëshirës. Stavion përpiqet shumë për realizimin e videove sa më të bukura dhe cilësore për ju. Nëse ju pëlqen materiali jon, atëherë na qerasni me një kafe. Kjo do na ndihmojë të rrisim stafin ton dhe të përmirësojmë cilësinë. Ndoshta për ju një kafe $1 nuk është asgjë, por nëse bëni bashk për ne është shumë. Faleminderit që jeni pjesë e jona. Një suportues blen më shumë se 1000 ndjekësa. Qeni i Dale mbriti pasi kishte gjetur gur të ngjashëm në përfushat e tij. Kur profesori doli, duke mbajtur raportet e analizave me një shprehje të habitur, Dale e dinte se këta shkëmbim të çuditshëm që qeni i tij vazhdonte të zbulonte, do të transformonin gjithçka. Testet konfirmuan se Max kishte qenë duke gjetur meteorit autentik nga një vend i lashtë për plasje. Ekipet e gjeologjisë zbritën në fermën e Dale me pajisje zbulimi, duke zbuluar fushën më të pasur të meteoritëve në Amerikën e Veriut, që përfshinte të gjithë pronën e tij. Gurët hapësinor përmbanin iridium dhe palladium të vlefshëm me vlerë mijëra dollar për kilogram. Muzet dhe koleksionistët menjëherë filluan të bënin luftra për ekzemplar. Ferma prej 200 akrash e Dale u bë një vend ngërmimi multimilion dollarësh brenda natës, ndërsa Max fitoi famë si qeni gjuetari i meteoritëve, që i ndryshoi jetën pronarit të tij.